dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Një zjarr i madh ka përfshirë pishat në fshatin Gjorgos në Fier. Flakët rrezikojnë të afrohen pranë tokave të mbjella me ullinj. Një zjarr i madh ka përfshirë në mesditë kodrat me pisha të buta 80 vjeçare të fshatit Gjorgos në Fier. Të favorizuara nga era e fortë, flakët janë përhapur me shpejtësi në një sipërfaqe të konsiderueshme pylli me pisha, duke krijuar vatra të reja që rrezikojnë tokat e mbjella me ullinj të banorëve të zonës, me dëme të mëdha. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë 3 mjete edhe 18 efektiv të shërbimit zjarrfiks të Fierit e Patosit, për të bërë të mundur neutralizimin e vatrave të reja dhe shuarjen e flakëve. Por terreni i vështirë kodrinor e ka bërë të vështirë ndërhyrjen e zjarrfiksëve pranë vatrave të zjarrit, duke i detyruar të veprojnë me mjete rrethanore. Fatmirësisht, zjarri ndodhet larg banesave, ndërkohë që masivi pyjor me pisha i Gjorgosit është përfshirë çdo verë nga zjarre të cilat kanë rrezikuar edhe banesat. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet zhvilloi një takim me elektoratin në Lushnjë. Kryetari Adriatik Lapaj tha se qëllimi i tij është heqja e listave të mbyllura, ndryshimi i sistemit zgjedhor dhe politik të vendit. Kryetari i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj, zhvilloi një takim me elektoratin e tij në Lushnjë, ku prezantoi dhe kandidatët për deputet. Ai e hapi fjalën e tij duke uruar besimtarët musliman për muajin e Ramazanit. Zoti Lapaj vazhdoi me qëllimin e tij kryesor, që është heqja e sistemit të listave të mbyllura të kandidatëve për deputet, gjë që kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe politik të vendit. Ai tregoi se do të shkojë me lista të hapura, duke shtuar se duhet të shkojmë në parlament me dinjitet ose kurrë mos shkofshim. Gjithashtu, kryetari i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj, ftoi qytetarët lushnjar që të mbështesin një lëvizje që i jep më shumë mundësi dhe ndikim të drejtë atyre në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Ne kemi dalë për të kërkuar njerëzve një bashkim të madh, pavarësisht dallimeve, për të demokratizuar Shqipërinë me 4 shtylla kryesore. 1. Vota e diasporës për të cilën luftuan dhe realizuan. 2. Demokratizimi i Shqipërisë përmes hapjes së listave, që të mos i zgjedhin më kryetarët deputetët, por t'i zgjedhin qytetarët. Unë të nderuar qytetarë të Lushnjës, kam sot një pyetje për ju. Pasi erdhën para 4 vitesh dhe u morën votën për të qeverisur, deputetët që votuan përmes partive të tyre, a erdhën më për 4 vite të mbledhin e të pjesin për ligjet që miratojnë në atë parlament? Po apo jo? A e tini pse nuk kanë erdhur? Sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëni ju, po i bëjnë kryetarët. Sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëjnë qytetarët, po i bën partia. Do kryetari i rendit në listë fituse, s'do kryetari se nuk i shërbejnë, i nxjerr nga lista. Dhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Ta shpatarojmë të sistem bandash që i detyron njerëzit të votojnë të keqen në të vogël. Takimin e përshëndeti dhe zoti Pano Sako, bashkëthemelues i Nismës Thurje. Ju keni parë të dollovinë e madhe të njerëzve të cilët janë të shqetësuar pse kemi futur ne prindrit të listat e mbyllura. Jo sepse se din, por sepse ata kanë një hall tjetër. Ata hallin nuk e kanë tek listat e prindrit tanë që janë të listat e mbyllura. Ata e din shumë mirë që prindrit që janë në listat e mbyllura do të tërhiqen. Ata e din shumë mirë që ne nuk do të vendosnim prindrit të cilës kanë asnjë aspirat, si ndonjë i rrjedhur, andej nga Tirana, për të bërë deputet në moshën 80 vjeçare. Jo, prindrit tanë janë të ndershëm. Ata duan të shijojnë vjeshtën e tyre. Por u gjendën aty për të ndihmuar ne, fëmijët e tyre, si për t'i dhënë një mesazh pleqve të Tiranës dhe Tiranës të pleqve, që këtu duhet të drejtojnë një. Listat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit për parlamentin e ri kanë nxitur debate të shumta.
Listat e shpallura për kandidatët për deputet për zgjedhjet e pritshme politike të 11 subjekteve zgjedhore, partie koalicione, nxitën debate, sidomos listat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Komiteti Shqiptar i Helsinkit në një koment për zërin e Amerikës mbi procesin e hartimit të listave nga partitë, u shpreh se vëren një zbehje të nivelit të brendshëm të demokracisë. Ne vijojmë dhe shohim forma autoritare dhe jo liberale dhe demokratike në mënyrën se si bëhet përzgjedhja e kandidatëve. Duket se ka një propagandë për publikun, duke thënë që janë zgjedhur nëpërmjet platformave ose nëpërmjet garës që zhvillohet midis anëtarëve, por në fakt të dhënat e deri tanishme treguan që kandidatët më të votuar nga vetë anëtarët e partive u tërhoqën, ashtu sikur se kandidatët që votuan nëpërmjet platformave nuk pati asnjë transparencë si u ndërtuan këto platforma, si u zhvillua procesi për zgjedhjes, sa vota mori secili prej kandidatëve që shprehu interes për të qenë pjesë e këtyre platformave e kështu me radhë. Në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste vihet re se ka një përpjekje për të ripërtërir me 50% grupin parlamentar. Vetëm 16 deputet ose 21% e grupit janë përfshirë në listat e mbyllura ose të sigurta. Më shumë se 30% nuk janë pjesë e listave dhe afro 45% bëjnë pjesë tek listat e hapura ku pjesa dërmuese rrezikojnë të humbasin për shkak të garës së fortë për pak vende. Në qarkun e Tiranës, në listën e hapur nga e cila mund të dalin 6 mandate, sipas rezultateve të vitit 2021, janë në garë 37 emra, nga të cilët 16 janë ministra dhe deputet aktual me karrierë politike. Nga ana tjetër, Partia Demokratike me një koalicion të gjërpartish, duket se është përpjekur të ruajë në lista në një masë të konsiderueshme bërthamën e grupit parlamentar, dhe gjithashtu të sigurojë dhe aleatëve disa vende si në listën e mbyllur, ashtu dhe në atë të hapur. 1/3 e listës së mbyllur në Tiranë i është lënë aleatëve. Në listat e sigurta të Partisë Demokratike figurojnë 16 deputet aktual të saj ose gati 30% e grupit parlamentar dhe në ato të hapura 8 të tjerë ose 15% e grupit. Partia Demokratike në këto zgjedhje shkon pas disa zhvillimeve të rëndësishme në radhët e saj. Përplasja e gjatë brenda saj prodhuan realitete të reja politike që do të garojnë më vete më 11 maj. Argumenti kryesor i Partisë Socialiste në zgjedhjen e listës është nevoja e kalkulimit elektoral dhe maksimalizimit votës. Do thotë Partia Socialiste ka krijuar një grup parlamentar të sigurt me individ pa karrierë politike, që vijnë nga administrata publike pa profil publik dhe ka vendosur që të ketë garë të hapur për gjithë politikanët e karrierës. Tek Partia Demokratike ka ndodhur kundërta. Qëllimi kryesor të PD-ja ka qenë sigurimi i mandateve për individët që janë edhe deri ku rreth i afërt i kryetarit Berisha dhe i njerëzve të besuar kryetarit të partive politike. Në analizat mbi përmbajtjen e listës së kandidatëve të Partisë Demokratike, njohës të zhvillimeve politike po i kushtojnë vëmendje ndikimit që pati në këtë listë rezultati primareve, ku antarësia dha pëlqimin e vet. Pra patën befasi, fjala bie kryetari apo ai që ishte mi votuari në Tiranë, apo 2-3 emra tjerë në listën e 15 votuar, fjala bie Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabaku nuk u përfshin ose në listën e mbyllur, apo rasti Dashnor Sulës në Elbasan, por natyrisht pati pastaj që në qarqet e tjera që u përfshin edhe të lista e mbyllur, siç kundër ishte dhe pritshmëria fillestare. Natyrisht primaret në aq pak kohë sa organizuan, nuk mund të qenë primaret mirëfillta ku paraprije nga debati politik dhe ideologji, po ishte më tepër një garë emrash, po ishte detyrim statutor nga ana tjetër. Përtej debatit mbi lista në vigjilje të kësaj fushate, vëzhguesit e politikës janë të mendimit se vëmendja duhet të shkojë tek ofertat e partive dhe ndikimin që ato duhet të kenë në orientimin e votës tek qytetarët. Muaji mars shënon 5 vjet nga fillimi i pandemisë COVID-19, e cila vetëm në 2 vitet e para shkaktoi humbjen e jetës së gati 15 milion njerëzve. U bën tashmë 5 vjet që nga fillimi i pandemisë COVID-19. Vetëm në 2 vitet e para të pandemisë, gati 15 milion njerëz humbën jetën nga koronavirusi. Shqipëria gjithashtu u godit rënd nga virusi me një sistem shëndetësor të papërgatitur për emergjenca të përmasave të tilla. Por le të bëjmë një kujtesë për COVID-19. Në dhjetor 2019, mjekët në qytetin kinez Wuhan me 11 milion banor filluan trajtimin e një grupi pacientësh me pneumoni. Më 31 dhjetor 2019, Kina njoftoi Organizatën Botërore të Shëndetësisë për pacientët që ishin futur në karantinë dhe se autoritetet kishin filluar të regjistronin lëvizjet e pacientëve për të gjurmuar burimin e sëmundjeve. Me 6 janar u sëmur banori i parë në Taiwan me simptoma të ngjashme me gripin, 2 javë pasi ishte kthyer nga një udhëtim në Wuhan, duke ofruar kështu tregues se burimi i sëmundjeve mund të kishte një periudhë të gjatë inkubacioni prej rreth 14 ditësh.
Shkaku ishte i panjohur, por lidhej me tregun e ushqimeve të detit në Wuhanan, ku shiteshin edhe kafsh, që i shtyrë shkencëtarët të sugjerojnë se virusi mund të ketë origjinën nga lakuriqet e natës. Më 11 janar u raportua vdekja e parë dhe infeksionet brenda Kinës vazhduan të rriten dhe brenda 2 javësh u raportuan raste infektimi në Tajland, Japoni, Korenë e Jugut dhe Gjetiu në Azi. Aeroportet në mbar botën filluan të kontrollojnë udhëtarët nga Wuhani për temperatura të larta ose shenja ethesh. Më 21 janar, qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve konfirmuan se patën rastin e parë të virusit në Shtetet e Bashkuara. Pacienti në shtetin e Washingtonit ishte kthyer së fundmi nga Wuhani. Shkencëtarët e quajtën virusin koronavirusi i ri ose SARS-CoV-2, sëmundje që u bë e njohur si COVID-19. Kina vendosi mbylljen e Wuhanit dhe qytetet përreth, ndërsa vendet në mbar botën filluan evakuimin e shtetasve të tyre. Deri në fund të janarit, 23 vende raportuan raste të koronavirusit në çdo kontinent dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli emergjencën shëndetësore globale. Gjatë valës së parë, vende në Evropë si Italia dhe Spanja u goditën rënd, me spitalet që nuk mundeshin të përballonin fluksin e pacientëve të sëmurë rënd, shumë prej të cilëve nuk mbijetuan. Vendet në mbar botën filluan masat e izolimit për të frenuar virusin. Distancimi social dhe dezinfektimi i sipërfaqeve u bën të detyrueshme, ndërsa vazhdonte puna kërkimore për vaksinat. Rikthimi i pjesshëm i bizneseve dhe i shkollave në vjesht u shoqëruan me një valë të dytë përhapje të COVID-19. Më në fund, në dhjetor 2020 u prodhua vaksina Pfizer, ajo u pasua më vonë nga vaksina e kompanisë Moderna. Zhvillimi i vaksinave ndihmoi në frenimin e përhapjes së koronavirusit dhe pasi virusi evoloi në stade të ndryshme, vaksinat u modifikuan. Vaksinat vlerësohen se mund të kenë parandaluar vdekjen e deri në 20 milion personave. Zyrtarët e shëndetësisë paralajmërojnë edhe pse COVID-19 është ndërruar tashmë në një virus respirator si gripi sezonal, për disa njerëz virusi do të vazhdojë të jetë fatal. Kampionati botëror 2026 po afron. Trajneri kombëtar Silvinho në konferencën për shtyp publikoi listën e parë për kualifikueset e botërorit. Kampionati botëror 2026 po afron, ndaj dhe trajneri kombëtar Silvinho ka filluar përgatitjet për këtë sfidë të re. Silvinho në konferencën për shtyp publikoi listën e parë për kualifikueset e botërorit për 2 takimet kundër Anglisë dhe Andorës dhe foli mbi listën e lojtarëve të grumbulluar dhe 2 sfidat e para. Në syra mungesa e disa futbollistëve të rëndësishëm si Mitaj, Hysaj, Daku, Seferi apo Kejdi Bare, por janë pjesë e listës lojtarë si Ismaili, Broja apo Rejmanaj që ishin në dyshim. Nuk munguan as në këtë listë emrat risi si Julian Shehu apo Etnik Bruti. Secondo calciatori c'è un altro che è Di Bari, anche lui 2 o 3 giorni fa in un allenamento. Do të mundohem të flas pak edhe dua të dëgjoj pak më shumë nga ju. Do ta nis me 4 lojtarë të cilët fatkeqësisht për arsye dëmtimi nuk mund të na bashkohen. I pari është Mario Mita, i cili ka një dëmtim në pubalgji, që prej 1.5 muajsh është jashtë. U provoi duke u rikthyer dhe luajti 45 minuta para 2 ditësh, por më pas pati përsëri probleme dhe është vendosur që do të operohet, do të ndaloj për pak kohë sepse nuk ja del dot që të na bashkohet. Lojtari i dytë është Kejdi Bari, i cili ka një dëmtim në pulp, është dëmtuar në stërvitje para disa ditësh, ka pasur komunikim mes doktorit tonë Stesinës dhe doktorit të Saragosës dhe është i padisponueshëm për momentin. Me Hysajn, po ashtu kam komunikuar vetë me të, mund të jetë i gatshëm pas pauzës së kombëtares për të rikthyer, për të trajnuar me ekipin e tij. Dhe lojtari i katërt është Daku, i cili po ashtu ka të njëjtin problem në pubalgji, kemi folur, është vendosur që do të trajtohet që të ketë mundësi të rikuperohet dhe të kthehet sa më shpejt, qoftë për ekipin e tij, qoftë edhe për neve. Shqipëria do të luajë të premten e 21 marsit përballë Anglisë në Wembley dhe 3 ditë më vonë do të presë në arenën kombëtare skuadrën e Andorës, të vlefshme për kualifikueset e botërorit SBA Kanada Meksik 2026. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme. Mirupafshim.